Monumentet kulturore dhe historike vijojnë të tërheqin edhe gjatë kësaj periudhe interesin e vizitorëve. Ky turizëm që po një rritje nga viti në vit, pritet të shtrihet në 12 muajt e vitit. Sipas drejtorit të DRTK Shkodër, Heliton Sokoli, Kalan Rozafa për vitin 2025 e kanë vizituar 147.000 turistë. Tashmë ne po synojmë që trashëgimia kulturore të jetë e vizitueshme dhe të ketë një sezon turistik të gjithë vitit. Kryesisht gjatë sezonit turistik, numri i vizitorëve në Kalan e Shkodrës, si monumenti më i vizituar në rajonin e Veriut, ka kaluar shifrën e 147.000 vizitorëve, rreth 20.000 vizitorë më shumë se viti i kaluar për të njëjtën periudhë që flasim. Ndërsa vetë shtatori ka patur një vizitueshmëri shumë të lartë, 23.000 vizitorë, çka ka bërë domethënë Parkun Arkeologjik të Shkodrës të dyti në vend pas Parkut Arkeologjik të Butrindit. Në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, pritet që brenda një kohe të shkurtër të nisë puna për jetëzimin e Kalas Rozafa. Në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit është duke hartuar, është në fazën përfundimtare hartimi i projektit të rijetëzimit të Kalas së Shkodrës. Është një projekt ambicioz i cili përsupozon të zgjidhë shumë problematika, kryesisht me parkimin e autobusëve të vizitorëve dhe infrastruktura mbështetëse, siguria, mbrojtja e vizitorëve gjatë itinerarit të tyre në sit, me elemente mbrojtëse, një arredim urban në sit dhe do japi një imazh tjetër Kalas. Jo vetëm Kalaja Rozafa, por edhe muzet dhe zona muzeale e qytetit janë të tjera atraksione që po tërheqin turistë shumë që po vizitojnë Shkodrën gjatë kësaj periudhe.